Dietari i umetit dhe taksisti. Një rrëfim interesant mes dietarit Muhammed ibn Uthejminit, Allahu e mëshiroft, dhe një taksisti. Vendngjarja në Mekë. Koha para se të ndërroj jetë dietari Abdulaziz ibn Baz, Allahu e mëshiroft. Personalitetet janë dietari i madh ibn Uthejmini dhe një taksist. Shej Muhammed ibn Uthejmini, Allahu e mëshiroft, e fali namazin në Qabe dhe pasi doli nga Qabeja, dëshiroi të shkoj deri në një vend ku duhej patjetër të shkohet me makinë. Shejhu e ndali një taksi dhe hipi në të. Rrugës shoferi deshi të njoftohet me udhëtarin dhe i tha: "Kush është plaku me mua?" Shejhu ju përgjigj: "Muhammed ibn Uthejmini." Dietari mendoi se shejhu po e gënjen, sepse nuk ja merrte mendja se mund të udhëtojë ndokush si shejhu me të. "Po, unë jam dietari," i tha shejhu. Shoferi i habitur filloi ta lëkund kokën e tij nga ky krim që po i bëhet personalitetit të shejhut. "E kush jeni ju?" "Dietari Abdulaziz ibn Baz," ja ktheu vozitësi. Shejhu qeshi dhe i tha: "Ti je Abdulaziz ibn Bazi?" "E po mirë, a je ti atëherë Shej Uthejmini?" "Mirë po, Shej ibn Bazi është i verbër, nuk vozit makinë." Pas këtyre fjalëve, shoferi u ndal dhe filloi të mendoj, dhe në fund ta vërtetoi se plaku nuk po gënjen. Filloi të ndjehet keq dhe të i vij turp. E ndali makinën, u ngrit, e përqafoi shejhun dhe kërkoi nga ai falje se me të vërtet për të shumë kishte dëgjuar dhe nga librat e tij kishte lexuar, mirë po asnjëherë nuk e kishte parë se si duket. Edhe pse dietari i madh dhe kolos i diturisë, por thjeshtësia e tij ishte ajo që e dallonte dhe çdo zemër e përfitonte. Allahu e mëshiroft shejhun dhe të gjithë muslimanët. Libri të varfrit dhe njeriu. Ëndra e vetme një shkrimtari ishte që ta botoj librin e tij të titulluar Të varfrit dhe njeriu, dhe për këtë qëllim të bëj pasuri një periudhë, derisa e arriti shumën e duhur për ta botuar librin e tij. Rrugës duke shkuar për te shtëpia botuese që ta botoj librin e tij dhe ëndrrën e tij, e takoi një fëmijë të varfër me fytyrë të heshtur si heshtja e detit të vdekur. Duke i qartë se ishte i uritur dhe e shikoi shkrimtarin me një shkrim të mërzitur dhe i tha: "Axh, a ka mundësi të më ndihmosh? A mundesh që ti ndihmosh nënës ime të sëmur? Nëna ime është e shtrirë në spital e sëmur nga varfëria dhe uria." Shkrimtari i aktheu: "Jo, ore birë, nuk mundem të të ndihmoj. Pasurinë e tërë që e kam është që ta botoj librin tim." Djaloshi i tha: "E si titullohet libri yt?" Shkrimtari i tha: "Të varfrit dhe njeriu." Fëmia i aktheu: "Ne jemi të varfër dhe ti je njeriu. Këtu mundesh ta botosh librin tënd, pra në jetën reale. Shkrimtari vërtet është ai që i mbush barqet e të varfërve, e jo barqet e shtëpive botuese. Shkrimtari vërtet është ai që ndjen të varfrit, e jo që shkruan për ta." Shkrimtari heshti si të jeti vdekur, mendoi pak dhe tha: "Biri, eja të shkojmë në spital dhe ta botoj librin tim."